Ashtu si edhe pritej, përshkallëzohet lëvizja sindikaliste e punonjësve të transportit urban në Tiranë pas mungesës së pagave prej gati 3 muajsh. Ditën e premte greva e këtyre punonjësve nuk do të jetë më 3 apo 4 orë mungesë të shërbimit urban, por do të jetë 24 orë. Federata e sindikatave të punonjësve kërkon nga qeveria që të aplikohet marrëveshja paraprake mes Ministrisë së Transporteve dhe shoqatave të transportit urban për çmimin 50 lekë të biletës dhe më pas të bëhen ndryshime ligjore për kalim të kompetencave për çmimin tek vendorët. Ne këtë greve bëjmë edhe për të rrequr vëmendjen e qeverisë për të mos nxjerrë nga shporta sociale shërbimit të transporteve publike. Por mendojmë që është rasti i aplikimit të marrëveshjes së paraprake të arritur midis shoqërive të transportit urban dhe Ministrisë së Transporteve dhe pastaj të bëhet kalimi plot i legjislacionit për kalimin e kompetencave si dhe afatet për aplikimin e tyre. Por edhe qytetarët e Tiranës nuk kanë ngelur pas. Ata kanë paralajmëruar nesër një protestë pranë Ministrisë së Transporteve për mosrritjen e çmimit të biletës. Ndërsa për sa i përket vendimit të Ministrit të Transporteve dhe atij të brendshëm për ndalim të qarkullimit të furgonëve me pasagjer, sindikalistët shprehen se pas 16 vitesh mungesë të zbatimit të ligjit, duket se diçka po funksionon. Sindikalistët janë kundër protestave të taksive 8+1, pasi sipas tyre, ata kanë marrë licenca nga vendorët në shkelje të ligjit. Nuk ka urdhër për ndalimin e transportit taksit 8+1. Ka ligj, po shteti vendor ose duke mos njohur e vend të parë që është pikpyetja më e vogël, por duke u korruptuar më tepër dhe duke vënë gjithë parafisin e vet, ka dhënë licenca krejtësisht në kundërshtim me ligjin. Para ditën e sotme, mjaft drejtues të taksive 8+1 kanë protestuar për këtë vendim dhe kanë paralajmëruar për shkallëzim të protestave deri në bllokim të rrugëve.